Ke njerëz që punojnë? Del? Ne për momentin ja dalim, kemi marrë dhe punëtori nga India, sepse këtë lloj pune, këtu është dora shtetit që ne flasim, duam subvencionime, duam do hyj shteti, sepse këtë punë nuk e kanë shumë qef shumë njerëz. Punë e vështirë. Nuk vinë punëtorët i thërraz, hajde se të bëjnë punë ferme, nuk vinë. Plus që fillon të bën llogarita ajo, sa fiton ky. Nuk të vinë. Dhe ne jemi detyruar të marrë punëtor nga India. Dhe kjo është që procesi. E shiko si rri bare, gjithë sekreti asajt që ka dalë sot që aflatoksina që ne na ka bosit më. Jo se na ka unë për vetë se kam asnjë probleme dhe as frikë as gjë. Pse të thosh ti? Punë e bëj gjitha ato prodhoj si fabrika nuk pranon. Absolutisht jo. Absolutisht jo. Të ka kthyer fabrika ndonjëherë? Asnjëherë nuk bëj. Po pyet fabrikën ti. Jo vetëm fabrikën, unë s'kam frikë për ban, dje kam qenë takim me ministrin e bujqësisë, ka qenë në Kavaj, me fermerët e Kavajës, kam qenë aty. Dhe këte ma shprehu këtë. Jo më thashë unë fare, një ku më ke përballë. Nuk kam asnjë problem këtë pjesë. Nuk kam frikë sepse po i bani zmedhi nuk ka pse të kesh frikë.